Brikena sfidon hapur Mirin. Brikena Selmani dhe Armir Shahini, i njohur si Miri, ka nisur debatet e para në lidhje me miqësitë dhe armiqësitë në shtëpinë e Big Brother VIP 5. Gjatë diskutimit, Brikena i ka thënë Mirit se ata do të jenë armiq në shtëpi, pasi sjelljet e tij superiore e kanë irrituar atë. Ndërkohë këngëtari është munduar t'i argumentojë se e ka gabim, pasi në shtëpi janë të gjithë të barabartë dhe nuk ka asnjë person superior. Sa kaq, Miri ka thënë Brikenës që të mos analizoj shumë, pasi mund t'i analizoj gabim dhe se nuk ka shumë kohë. Ndërsa Brikena i është kthyer duke i thënë se ka kohë, duke i kujtuar atij se Big Brother sapo ka nisur. Pjesë nga diskutimi. Miri, me kë bër armi. Brikena, nuk besoj se do bëhemi miq, besoj se do bëhemi armiq. Miri, e ke pozicionuar veten kot, ke arsye. Brikena, disa sjellje të tua superiore më kanë irrituar. Miri, e ke marrë gabim. Brikena, shpresoj që të kem marrë gabim. Miri, ta garantoj unë, asnjeri nuk është superior, këtu jemi të barabartë. Dikush flet më shumë, dikush më pak, nuk jemi të gjithë njësoj. Ti që flet më pak je inferiore. Brikena, unë jam njeri që flas shumë, por më pëlqen që ti analizosh gjërat para se të flas. Miri, mos i analizo shumë se nuk e kohë se i analizon gabim. Brikena, kohë kam unë, kam 2-3 muaj kohë, mos ke problem, kohë kemi sa duash. Miri, pas 3 muajsh nuk do analizosh më, se kam mbaruar. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.